Glidona ka një reagim nga zyra e zotit Veliaj që thotë se bojkoti i vetë zotit Veliaj dhe të avokatëve erdhi për shkak të shkeljeve të rënda të procesit të rregullt ligjor gjatë seancave paraprake. Sa i takon edhe këtyre debateve, janë debatet të cilat janë zhvilluar, ka pasur e theksuam edhe më herët një përplasje të fortë mes prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe avokatëve të zotit Veliaj, sa i takon zvarritjes së procesit për kalimin e çështjes për gjykim, duke qenë se kanë dështuar njërsër seancash. Pala mbrojtëse pretendon për shkelje procedurale, duke qenë se zoti Veliaj nuk është njohur sipas tij me të gjitha provat e faktet dhe përfaqësuesit ligjor të tij nuk i kanë arritur dot të analizojnë në mënyrë të detajuar të gjitha argumentat e prokurorisë posaçme, ndërkohë që nga ana tjetër vetë prokuroria posaçme do duhet të shohim se do të mbaj edhe qëndrimin final. Ka pasur një reagim nga ana e SPAK-ut, ku sipas tyre avokatët e zotit Veliaj po zvarrisin procesin gjyqësor, ndërkohë që nga ana tjetër zoti Veliaj dhe avokatët e tij pretendonin se nuk kishin kohën të mjaftueshme për të analizuar çdo provë, duke qenë se janë mbi 60.000 faqe prova dhe fakte, dokumenta shkresore të cilat janë dorëzuar në gjykatë nga ana e prokurorëve të prokurorisë posaçme, në rastin konkret Altin Dumani dhe Olz Dado. Do të shohim tashmë se si do të shkojë në fakt e gjithë betejë, sepse do të jenë treshja e gjyqtarëve, në rast se do të konstatojnë që ka pasur shkelje procedurale, do të jenë ata të cilët do të japin edhe verdiktin final në lidhje me këtë çështje. Gjithsesi, tashmë mbetet në çmim të 3 gjyqtarëve të cilët do të caktohen nga fati, nga shorti elektronik, do t'i shohim se kush do të jenë ata të tre të cilët do të merren me çështjen Veliaj dhe do të shpallin edhe verdiktin final në lidhje me këtë çështje, pasi tashmë të arsyetohet vendimi paraprak, sepse vendimi i seancës paraprake për kalimin apo jo të çështjes për gjykim është një vendim i pankimueshëm dhe ky vendim mund të sillet si provë ose si argument nga ana qoftë e prokurorisë posaçme në rast se i intereson për ta marrë si provë, apo nga ana e avokatëve në rast se konstatohen shkelje procedurale dhe këtë vendim të seancës paraprake e relatojnë përballë trupës gjykuese, ku u kërkohet që të marrin edhe vendime të ndërmjetme apo ta shqyrtojnë si provë në rast se në vendimin e seancës paraprake ka argumenta në favor të tyre. Glidona, për ta vendosur në perspektivë këtë proces gjyqësor, cilat janë afatet, kur mund të fillojë ky proces në themel dhe sa mund të zgjasë ai? Sa i takon fillimit të procesit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tashmë në moment në seancën e parë ose në herën e parë kur gjykata do të ketë hedhjen e shortit për sa i përket ndarjes së çështjeve dhe kalimet për gjykim, besoj do të mësojmë nga java gjatë kësaj jave ose në javën në vazhdim, sepse është ditë e hënë dhe përgjithsisht shorti hidhet të hënave në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ose javën që vjen se kush do të jenë trupa gjykuese që do të shqyrtojnë çështjen e zotit Veliaj, më pas 3 gjyqtarë do të mlidhen së bashku dhe do të përcaktojnë edhe datën dhe orën kur do të jetë seanca e parë në lidhje me këtë çështje, ku do të bëhet njoftimi i palëve. Pra besoj brenda një harku kohor për 2 ose 3 javësh do të kemi zhvillimin e seancës së parë në ngarkim të çështjes së zotit Veliaj, ndërsa sa i përket të gjithë procesit do të shohim se si do të shkojë e gjithë ky proces, pasi do duhet parë edhe se çfarë do të ndodhë më tej, duke qenë se procesi do të shkojë me procedurën e gjykimit të zakonshëm, mund të zgjas edhe me vite derisa të kemi një verdikt final, sepse do të janë 30 subjekte në total, pra 30 persona të cilat janë të pandehur, po ashtu nga ana tjetër secili prej tyre do të ketë listën e dëshmitarëve, argumenta që do t'i jepen dhe po ashtu nga ana tjetër mund të kemi edhe kërkesa për sa i përket procedurës së gjykimit të shkurtuar, çka do thotë se do duhet të shprehet trupa gjykuese në themel, nëse do t'i pranojë kërkesat për gjykim të shkurtuar për ata të cilët kanë kërkuar zhvillimin e procesit gjyqësor me gjykimin e shkurtuar i pranon ose jo, dhe mund të kemi veçime dhe ndarje të çështjes, por në rast se treshja e cila pranon gjykimin e shkurtuar për subjektet të cilat kanë bërë këtë kërkesë, automatikisht është treshja e cila do duhet të gjykojë vetëm gjykimin e shkurtuar dhe do duhet të caktohet një tjetër treshje për ata të cilat do shkojnë me procedurën e gjykimit të zakonshëm. Gjithsesi janë çështje procedurale të cilat do duhet parë, por do të pritet të jetë një proces i cili do të zgjasë shumë në kohë. E qartë, Glidona, të falenderoj për gjitha udhësitë.